Jemi rikthyer, është shtyr edhe për 48 orë të tjera seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Kështu ka njoftuar kryesuesi i seancës, zoti Avni Dehari, i cili tha se nuk kanë gjetur konsensus me partitë opozitare për vazhdimin e mëtejshëm të procedurave. Nga ana e tij, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e quajti të padrejtë ndërprerjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Abdigjiku e quajti shkelje të rëndë edhe praktik të mbrapsht, duke shtuar se Dehari, që ka rastisur të jetë nga vetëvendosje, veproi padrejtisht. Ndërkaq, është prononcuar edhe deputeti i listës serbe Nenad Rashić, sipas të cilit është normale që partia me më shumë vota të jetë bartse e përgjegjësisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk e ka ndryshuar vendimin për të udhëtuar në Rusi për të marrë pjesë në festën ruse të ditës së fitores në luftën e dytë botërore më 9 maj në Moskë. Në një fjalim drejtuar publikut, Vučić tha se do të jetë në kryeqytetin rus me një njësi të ushtrisë së Serbisë, e cila do të marrë pjesë në ceremoni. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, i ka paralajmëruar liderët e Ballkanit të mos marrin pjesë në paradën e ditës së fitores të Vladimir Putinit në Moskë muajin e ardhshëm. E kemi bërë shumë të qartë që nuk duam që asnjë vend kandidat i BE-s të marrë pjesë në këtë ngjarje më 9 maj në Moskë, tha Kallas, duke u referuar kryesisht 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor që shpresojnë t'i bashkohen bllokut. Mirë, presidenti i Republikës Sërbske Milorad Dodik tha se ai nuk ka frikë nga sanksionet e Bashkimit Evropian për shkak të vizitës së tij në Moskë më 9 maj me ftesë të liderit rus Vladimir Putin. Unë dua të jem atje në atë kohë dhe do të shkoj, tha Dodik. Ai shtoi gjithashtu se nuk ka frikë nga sanksionet e BE-s, pasi vizita e tij në Rusi do të përfshijë takimin e tij me një nga liderët më të rëndësishëm botëror. Udhëheqësi i Republikës Sërbske e quajti gjithashtu një nder të madh marrjen e një ftese nga Putin për festimin e 80 vjetorit të fitores së luftës së madhe patriotike. Dodik theksoi nevojën për të respektuar datat që lidhen me luftën antifashiste në Europë gjatë luftës së dytë botërore. Ai beson se është e nevojshme për hir të së ardhmes së kontinentit. Më herët, politika e jashtme e Bashkimit Evropian, por gjithashtu edhe Kaja Kallas njoftoi se Brukseli do t'u kërkojë përfaqësuesve të vendeve që dëshirojnë të bashkohen asociacionit të mos udhëtojnë në Moskë më 9 maj. Zhvillimet në Kosovë, me kënaqësi do t'i komentojmë me zotin Lulzim Veliu. Zoti Veliu, të përshëndes. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E prisnit një dështim tjetër të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës ditën e sotme? Me thënë të drejtën, duke u bazuar në të gjithë situatën aktuale në gjeopolitik, unë kam menduar se në kryet institucioneve, po themi, do të kemi njerëz, apo për të thënë më drejt, kemi votuar deputet të cilët do të jenë përgjegjës kundrejt dhe obligimeve që dalin nga vota e qytetarëve. Mirë po, me sa po shifet, pas 2 seancave, që pas 2 tentativave për konstituimin e Parlamentit të Kosovës, qytetarët e Kosovës ja kanë huqur shumë me votat e tyre, pasi në kryet e institucioneve do të sjellin njerëz që janë të papërgjegjshëm kundrejt situatës momentale politike, kundrejt votës dhe besimit të marrë nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe kjo e gjitha çfarë është duke ndodhur tani pas më tepër se 2 muaj të mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, nuk është asgjë tjetër, vetëm është një papërgjegjësi dhe padituri e madhe e të përzgjedhurve tanë në Kuvendin e Kosovës. Qartë. Zoti Veliu, tani, edhe seanca e dytë ka dështuar. Thuhet se do të ketë një seancë të tretë. Nëse as ajo nuk funksionon, sepse paktën deri tani nuk kemi sinjale për një zgjidhje të ngërçit, çfarë ndodh? Do të kemi zgjedhje të reja dhe në këtë pikë në favor të kujt është? Të vetëvendosjes së Kurtit apo të opozitarëve, diçka e tillë? Po sipas rregullores së Kuvendit, pra rregullores së re që është bërë pikërisht nga lëvizja vetëvendosje dhe ligji i Kuvendit, pra që është miratuar në legjislaturën e fundit, i detyron të përzgjedhurit
që në çdo 48 orë të vazhdojnë seancën aty ku ka mbetur deri në momentin kur arrin të konstituojnë parlamentin dhe të zgjidhen organet e parlamentit, duke filluar nga kryetarët dhe nënkryetarët e kuvendit. Mirë, po me sa po shifet, këtu nuk është vullneti i as njerës e as palës tjetër, as i lëvizjes vetëvendosje si forca kryesore politike, por edhe si mbajtja e pushtetit aktual, pra aja që dëshiron të vazhdoj edhe mandatin e radhës, por as edhe nga ish opozita që do të vazhdoj të jetë në opozit, pra kemi një pozicionim të fortë në mes të tyre, e me sa po duket, rrjedha po tregon se as njëra e as pala tjetër nuk i kanë votat dhe një gjë të tillë kuptohet se nëse nuk i kanë votat dhe nuk e arrin një konsenzus në mes të tyre për të krijuar një qeveri gjithëpërfshirëse që do të ishte zgjedhja më e mirë e mundshme për situatën e të cilët ndodhet Kosova, atëherë duhet të shkohet në zgjedhjet e parakohshme, që unë mendoj se Kosova nuk e ka atë luks që në situata të tilla të riorganizohen sërish me mbajtjen e zgjedhjeve të shpejta dhe të parakohshme. Pra, nevoja gjeopolitika, zhvillimet rajonale, por edhe botërore, e kërkoj që Kosova duhet të krijojë një qeveri gjithëpërfshirëse, një qeveri të fuqishme, e cila do të jetë e gatshme të merr çdo vendim për çështjen e Kosovës dhe për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial. Zoti Viliu, Kurti thot jam krejtësisht brenda kornizave ligjore, ndërkohë opozita e sulmon duke thënë se po cënohet kushtetuta me veprimet e Kurtit, por gjithashtu edhe ministrave të tij. Tani, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është të shprehur në një farë mënyrë, ka lënë të kuptohet se topi për zgjidhjen e krizës i përket opozitës. Në gjykimin tënd, ky ngërç teknikalitet, le të themi, është krejtësisht artificial apo qëndron? Dhe nëse qëndron, nga cila anë është e vërteta? Po, unë mendoj se me marrën tërësi më tepër është artificial se sa që qëndron. Pasi këtu kemi nga opozita kërkohet dorëheqja e qeverisë, dorëheqja e zotit Kurti, por edhe e të gjithë ministrave të aktual të Republikës Kosovës. Në një rënon, pra është një rregullore apo një ligj i miratuar në legjislaturën e fundit dhe me sa po shihet nuk është pasur kujdes të ky ligj dhe ka sjellur kokçarje qysh në zgjedhjet e para të mbajtura. Pra, zoti Kurti para 2 ditësh bëri një dorëheqje të cilën ja dërgoi ish kryetarit të parlamentit, që në fakt ai tani më nuk është kryetar parlamenti, është deputet sikur të gjithë të tjerët që kanë fituar mandatin dhe pritet pra betimi i tyre për të marrë postin e deputetit dhe kjo ju bën një pengesë opozitës të cilët e kërkojnë që kjo dorëheqje të drejtohet si e dëgjova sot, pra atij që po e drejton seancën e radhës. Por sido që të jetë, janë gjëra të vogla, gjëra që nuk çojnë pesh, gjëra që nuk ndryshojnë asgjë në rrjedhën e punimeve dhe duhet të i kaluar me një takim të gjitha forcave politike. Mirë po unë e mendoj se në këtë pikë faji është i përbashkët, si i pozitës ashtu edhe i opozitës. Si e thash edhe më herët, është momenti i fundit kur na nevojitet një unifikim i forca politike dhe një gjë të tillë është parë qartë se nuk është arritur, pasi që forca kryesore, pra lëvizja vetëvendosje, tentoi në çdo mënyrë të krijojë qeverinë e vetme, pastaj vazhdoi peshkimin nëpër subjekte politike dhe deri në momentin kur e pasin gjë të tillë është e pamundur, pastaj i kërkoi një takim
një ftesë lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët e refuzuan, që një refuzim i tillë për mua ishte i pakuptim, cila është arsyeja që lidhja demokratike e Kosovës e refuzon një ftesë të tillë, ndërsa në anën tjetër ftesë nuk i është dërguar partisë së dytë, Partisë Demokratike të Kosovës, dhe jemi në këtë situatë. Unë mendoj se zgjedhja më e mirë për të dalur nga gjithë kjo situatë është një takim i liderëve të paktën i 3 forca politike kryesore në mënyrë që të bëjnë një marrëveshje të përbashkët për të tejkaluar situatën, për të arritur një konsenzus në mes tyre dhe për të krijuar një qeveri gjithëpërfshirëse, qeveri e cila do t'i tejkalojë të gjitha problematikat që i kemi përpara pa asnjë problem. Qoftë një qeveri, qoftë nga lëvizja vetëvendosje me pakicat jo sërbe, qoftë një qeveri nga opozita po ashtu me pakicat jo sërbe, nuk është një zgjedhje e momentit. Pasi një zgjedhje e tillë do të kemi një parlament shumë të dobët, do të kemi një parlament me 62-3 deputet dhe do të kemi dështime të vazhdueshme të seanca plenare nuk do të kemi në moment nuk do të kemi pra as zgjedhjen e presidentit pas një viti. Pra do të jemi detyruar që pas një viti të shkojmë në zgjedhje jo vetëm parlamentare, por edhe për presidentin. Po, zoti Veliu, edhe diçka, duke ndalur tek lajmi i fundit që i përket Serbisë dhe Rusisë. Aleksandar Vučić është i vendosur, do të shkojë në festën kombëtare të Rusisë, thirrur nga Vladimir Putin, me gjithë thirrjet e Bashkimit Evropian. Kaja Kallas e fundit e paralajmëron që të mos shkojë. Nëse shkon, çfarë do të thotë kjo për Bashkimin Evropian dhe çfarë do të prodhonte diçka e tillë, duke qenë se nuk është vetëm Vučić, por është edhe Dodik, siç përcolla disa minuta më parë, që do të jetë pjesë e kësaj feste. Po, Dodik, sipas rregullit, sipas ligjit, do të ishte dashur të ishte prapa griljave, pra se ka marrë një dënim nga gjykata në Sarajevo. Mirë po ja që drejtësia drejtësi nuk ka dhe ai lëviz i lirë. Një gjë të tillë pra ja ka mundsuar presidenti serb dhe Serbia dhe është vështirë për të thënë një gjë pasi është diçka që përsëritet e ripërsëritet. Pozicionimi i Serbisë me Rusinë, por edhe i presidentit Vučić, për të cilin po mendojmë se është një nga ata lider sërb që është përafruar më shumë se të gjithë të tjerët me Bashkimin Evropian. Lidhjet e vjetra me Rusinë dhe atë lidhje shpirtërore që e ka me shtetin rus është e vështirë për ta ndarë dhe për ta kthyer, andaj e ka rrugën dhe i takon edhe gjeografikisht, pra Evropës. Unë mendoj se Evropa është dashur me kohë ta sankcionojnë në format më të mira të mundshme, e ndoshta t'ja bëjnë të pamundur që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe t'i bëhet e qartë që nëse Vučići dhe Serbia dojnë marrëdhënie kaq të afërta me Rusi dhe dojnë gjithmonë të jenë pranë tyre, le mbesin me ta dhe të mos na pengojnë në rrugën tonë për integrime të gjithë Ballkanin Perëndimor. Zoti Veliu, faleminderit shumë. Përshëndes. Kompania amerikane